Përshëndetje. Në këtë video kam dëshirë t'ju përgjigjem një komentit që më ka shkruar një shikues edhe një që më ndjek. Edhe ky ishte një mesazh shumë interesant që kishte 3 pyetje të bukura në një mesazh. Edhe një nga pyetjet ishte a janë këto tarot, këto që merren me tarot, me letra që komunikojnë me botën tjetër, a janë këto vërtet apo janë rrena? Për mua për shembull, këto janë për shembull se tip vegla që i përdorin njerëzit që mendojnë që i ndihmojnë edhe prandaj e përdorin. Që ti mund bësh çfarë dush, ti je krijuesi, ti mund të përdorësh letra për shembull për të gjetë informacion nga engjëllat ose kështu, edhe çdo me thënë këto gjërat, kjo letra ose kjo tjetra, që kuptoj unë nga eksperiencët e mia. Kjo është tip vegël, po kjo ti nuk ke nevojë për shembull se ti po shkove në këtë rrugë me letra, ajo do të dalë ty prap. Po e bëre në vetdije ose për të krijuar diçka të mirë. Këto gjërat bëhen edhe nga letrat, edhe po ti për shembull që bajnë to ke India disa që i përulën lopë ose shohin lopën si zot. Ka lloj-lloj edhe i dalin eksperjenca, kupton? Po shkurt fare ta them unë këto për mua për shembull, këto janë gjëra të kota që ti s'ke nevojë se i ke gjithë në trup, s'ke ti nevojë të marrësh letrat ose kështu. Po edhe ato bajnë, po i besove. Çfarë beson ti bëhet? Po ti i ke gjithë në trup. Edhe kur i bën ti të trupit, këto do duken sikur gjëra të kota. Që kështu s'ke nevojë për gjëra tjera nga përjashta me i bë këto gjërat, i ke mrena për mrena. Edhe mendoj se kjo është ajo që kuptimi im që ta kuptosh ti çfarë është kjo taroti, këto që merr me tarot. Edhe ka shumë pak themun që janë njerëz sinqertë që punojnë me këtë. Shumica është vetëm për të bërë biznes, edhe nuk janë sinqertë. I nin ato kur flasin njerëzit, çfarë është e vërtetë, çfarë është e vërtetë. Po ju që i bëni këto pyetje se keni atë energjinë e lartë që i kuptoni këto gjërat. Edhe e dyta ishte pyeste për duhanin edhe për alkoolin. A kanë këto duhani dhe alkooli për shembull në i farë shpirt, a kupton çfarë shpirti është, shpirti mirë, a shpirti keq, a është ne kështu, është ne ashtu. Për duhanin kështu që kuptoj unë, nikotinën që ka duhanin ne kemi këtë trupi. E prodhojmë vetë, ky trup është magjik. Që kështu me po të marrësh diçka, ti të marrësh duhan nga përjashta, ky duhani kjo do të fiket kjo sanca për shembull, kjo e nikotinës që ke natyrisht ti më e merrte nga përjashta. Që kjo fikit i me ti e merrte si së vendes. E përdor këtë me për shembull duhanin. Që kështu komplet fare duhani nuk është ndonjë gjë që dëmton ose të bën, ose po i besove do të baja, kupton? Po për mua ka njerëz që pinë duhan që janë shumë të nalt, shumë të nalt. Sidomos to nga India për shembull. Di shumë njerëz që janë mjeshtra që kanë qenë këtu këtë jetë, janë zbulu kush janë edhe kanë shkuar aty nalt si pothuajse mret, ato pishin duhan. Jo të gjithë, po kishte ca. Ke edhe këto indianë të Amerikës, këto nativët. Edhe këto pishin për shembull tobako ku festoshin diçka e kështu që i shef nëpër filma. Edhe këto e përdorshin këto gjërat kur kishin në farë gjame festu. Që kështu e pagoja unë se promotoj cigaren, po e pije tamam ku ta pish me frikë, ose to tjetit bandam e kështu. Që kështu varet si e shef ti je zotin, asnjë gjë nuk dëmton ty. Po i të që dëmton, edhe helmi nuk dëmton. Asnjë gjë nuk dëmton, ti je i shpirti i Zotit. Edhe për alkoolin, alkooli po, aty ka shumë dallavere. Unë kam një eksperiencë vetë, unë ta jap një eksperiencë për shembull. Unë po pija shumë alkool, jo po pija shumë, po pija alkoolin. Edhe kjo është një eksperiencë e shkurtër. Se s'po futemi me ndjenja, me zgjidhja ti tregoj. Po unë po pija alkoolin, pija kështu me shokët, ne 2-3 bira, do ti me vitet toj me, sidomos kjo më ndodhi mu para 2 vjetëve. Sidomos për shembull vitin e fundit, para këtyre 2 vjetëve, unë sikur më hynin gjak alkooli, se po e pija shpesh edhe do ti, mosporia do të pak te, po e pija shpesh. Neli si huq, edhe u çuditë tash, unë s'jam në far pianesës, kush kam qenë pianes, kështu për kështu, do ti kjo me vitet me të bëhet huq. Mu ba mu. Edhe zdia unë
qyshtalia, kupton, edhe po pyesja për ndim, po komandoja du ndim me lang të alkoolin, se po pengon, se ku po bëja meditimet una, alkooli nuk mundesha. Po merreshin mend, po vinte për të vjell, që kështu duhet prisje që tikte alkooli nga trupi, atëherë unë filloja meditimet, që kështu po pengonte shumë në udhëtimin tim. Edhe duke komandu unë, duke a kupton që ato sikur se do tikte, se kjo po të pengon, po se po e lën dot, se të ku vahuq, si duhani për shembull. Ti e pin duhan nuk e lën dot, duke vahuq. Edhe një ditë për shembull u takova me disa shok, ato po pishin bira, kishin pija 2-3 bira, kur erdha unë erdha pak më vonë ke tavolina, ishin 4-5 veta. Erdhan aty, u ula unë, bleva unë një birë, duke pi birën unë, glak, 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 u shkoputa nga trupi. Kështu. Vedije, pa meditim, po i kisha kariku për para, e kisha energjinë e mirë ke trupi. Kështu isha i kapëm, paka shumë me botën tjetër. Edhe në këtë mënyrë, ndoli si pak kështu kjo, spontane, pa vedije, e kupton? Sikur surprizë. U shkoputa nga trupi, edhe kjo ishte pak ndryshe se si këto eksperiencë tjera. Kur u shkoputa, e ke patë filmin me Doctor Strange, kur ajo i qëllon në gjoks, edhe ai i del shpirti, edhe e shef trupin, e shef atë, e shef gjitha gjanat, pa ishte çuditshëm. Po kjo është ndryshe. Kur del nga trupi ti e kap me detin. Ti e pika deti, po e kap mirë fare. Që shef nga ajo mendja Zotit, edhe nga ky trupi i jot, për shembull, unë isha për jashtë, po thoj me shpirtin tim, pa ajo shpirti im ishte kap me Zotin më, edhe po më shpjegonte të gjitha gjërat. Po thoj unë isha 3 veta. Njëjtën kohë. Edhe po e kuptoja me, po e shifja me këtë kradiat, ne ko pim bami kështu, kemi pjetë 3-4 bira, bami në qepë, që që themi ne. Kështu ta duket ne me këto sytë, po ku jenë gjendje, në atë gjendje, për shembull, ku e pashun nga kjo, po thuj pjesa Zotit, ai mu duk si frymum, kështu, ishte kuq nga fytyra, dukesh kështu, a kupton? Pa ajo është ajo sinqerta, mëna për mëna, a kupton? Unë e pash, sa i qartë ishte apo jo, komplet, po s'di që isha shpjegoj 100%. E pashim me, i pash gjithë të tjerë, tash. Po e shohim me shifë thoshte, sikur thoshte Zoti me. Logjikoje veti me, po shifja unë për shembull alkoolin, ishte si tip entitia, si tip individi, si tip i ke pak të filmat për shembull. Këto gogolat e mdhenj, kur i çojnë këto energjia, këto që i turë njerëzve, këto hijet, këto fantazmat. Ishte si tip kështu ajo, që si tip gjarpri. Unë ja shifja energjinë, ja shifja detalet, i shifja ato, që i themi ne, qelizat e gjakun, mendjen, agendën, qysh është prodhu, çfarë agende ka, qysh pëllu rolin, pëllu të rolin si kur edhe për tematan kish një farë agende. Edhe agenda ishte komplet helma ja. Ishte i mashtrim, që edhe më tregon dhe ca gjëra tjera për shembull, që më dolën, po kjo ishte kuptimi i shkurt, që kjo ishte komplet helm për shembull, ishte një farë individi vet, një që sikur kishte komandu i tjetër për shembull dhe ky të bënte diçka me ty për shembull, sikur të mashtronte, manipulonte ata. Edhe kjo edhe pengonte për shembull, më thoshte shive që i pengon njerëzit kjo me u konektu, me u kap. Ku jenë këtë gjendje, se kjo është gjendje e të kundërta të mirës, po thoj. Edhe janë këto, ke bota dytë, ke fusha dytë, që e kam shpjeguar unë. Edhe këto për shembull e kanë kriju dhe thithin energjinë tonë. Që kuptojnë shkurt. Që kështu është ka i farë energjia aty, po. Edhe energjia është helmi edhe me të shkataru. Ashtu që kuptova unë, dhe ku e kuptova unë, e lakshu birën aty edhe ne lakshu. Edhe qyja ditën se kam prek as si alkool, as si gjama. Nuk ka ik shia aty për aty. Që ditë, tash, unë gjithmonë se këjem unë ba huq, unë ba gjest. Unë kisha me ditë që po menoja që shta hiqe, që shta baja, se po pengonte. Për të njëjtën kohë po e doja, se po më shijonte, se e kisha në gjak. Dhe Zoti, as se kam prek, as se kam ba, as si gjama. Që kështu mendoj se këto pyetjet të kanë ndihmuar pak, edhe ju tjerët po patët pyetje si puna këtyre pyetjeve ose pyetje të tjera për këtë topik, për këtë që po flasum për të gjërat jashtë nga trupi e kështu. Shkruani edhe do i përgjigjem
kur të kem mundësi, sa më shpejt, sa më mirë, ashtu që di unë, dhe unë gjithë të që po plas unë janë nga eksperiencët e mia, atë që di unë, atë që kam kuptu unë, edhe që kështu to janë ato përgjigjet. Ju falenderoj, ju uroj një ditë të natë të bukur, edhe shihemi në vitën tjetër. Mirupafshim.